Kushdo që ka hedhur mbeturina në vendet të palejume rrezikon të gjobitet fort nga komuna e Fushkosovës. 500 euro u dënua një qytetar për hedhjen e mbeturinave në vendet e palejune në javën që lan pas. Por a janë njoftuar qytetarët se nga tani munden mu dënu për këtë vepër? Unë tash për nikët. A kënë kose ka bo Fushkosova këto, kjo është shumë e mirë se ardhëm, sidomos për banorët këtu që se pandemiet vinë prej qytetin e përlogjeve. Am kupton? Po, këta nuk punojnë, që përlogjes është marë, që 2 ditë po s'kanë faj, edhe këta që e marrin se është punë krysi këtu, që i pengon. Edhe për këtë punë krysin, që prej vitit 3 është kjo, qështu? Edhe gabimi është, edhe i komunës, që këtu është. Në vend se parkingjët me lanë këtu, këta e kanë bloku, mos ka parkingjë, s'ka si problemi është këtë këtu. Dhëtë komuna i ka fajt. Që po t'ja qese komuna dënimin, gjdo banori që hedhë mbeturina qëtu, ndryshe kish me konë kjo. Kish me qenë ma pastër, tëna kishin me konë ma në regull. Edhe kontenerët me qitë, aty në banesave në tonë me javë qitë atje. A jo me prunë lagja komplet prej atje me arë këtu, që shipe qëtu e pastron, këtë hymin qëtu. Të ndërtesa tjetër është katastrofë. Se në bërlëgën që isha që aty para banesave të në. Se kop me qitë në kontë, si qëtu për që ka i gjuajnë. Pe që atje e gjuajnë, pe balkoni e gjuajnë. Pa jo duft mati më bojnë mëtër, vëllaj, se jo veç pe jove së të kalu, ma se pe që se jove jo deshtë mati me bo, e ishën me disu e gjinja, so isha pe balkoni, që pi kafe që qëtu e mëna. U isha pe balkoni nuk bje pësht me gjuë, po veç e gjuë pe balkoni. Mo do grot qatja janë, e gjuë veç e gjuë që këllena. Pa ja tërë, pa jo nuk e di. Për t'i dhënë fund kësaj dukurie, komuna ka nisur shqiptimin e gjobave ndaj personave të cilët kapen duke ndotur hapësirat publike. Po për të parë se apo zbatohen këto rregulla dhe cili është mesazhi për qytetarët, ne do të shkojmë sot në komunën e Fushkosovës dhe të flasim me një nga drejtorët që të marrim më shumë përgjigje dhe të njoftojmë qytetarët. Realisht ne nuk jemi kufizuar në numrin e gjobave. Ne kemi dashur fillimisht të përçojmë mesazh dhe të ju bëjmë dije të gjithëve se ata të cilët e ndotin ambientin do të përballen me gjoba nëse nuk i respektojnë rregullat e vendit se ku duhet të hedhin mbeturinat. Fillimisht kemi pasur si mbikëqyrje se si synim realisht punëtorit ose ndërtimet të cilat kanë tjera të ndërtimit, kemi gjobit në numër më të madh në atë sektor, për shkak që edhe ndotja është më e madhe. Mirë po ka dhe bizneset e tjera, siç është tipi i depove ose bizneseve të cilat kanë mbeturina në mas, të cilët i kanë hedhur tek kontenerët të cilët janë dedikuar për ekonomitë familjare, në këtë rast për ambisnit, dhe i kemi gjobit. Mirë po, siç e thash edhe më herët, nuk është qëllimi që të gjobiten as bizneset as qytetarë, mirë po që të respektohet rregulli dhe rendi në këtë drejtim. A mundeni me na tregu se si i identifikoni persona që ndotin ambientin, pra përdorni kamera apo inspeksionet janë në terren apo çush keni arrit me identifiku këto raste? Ka mënyra ndryshme çush ne identifikojmë, duke filluar prej denoncimeve që i bojnë qytetarët, ku e dokumentojnë me video ose diçka të ngjashme. Pjesa e qytetit është mjaft mirë mbuluar me kamera, po ashtu edhe zonat kyçe në shumë fshatra janë të mbuluara me kamera, mirë po edhe nga inspektimet rutinë të inspektorëve të mjedisit. Ne do të vazhdojmë monitorimin edhe më strikt, sepse qëllimi jonë është që të kemi një qytet sa më të pastër, edhe besoj që deri në ngritjen e vetdijes së nivelit për këtë çështje ose të vetëdijsimit, kësha mujtë me thonë ma korrekt, inspeksionin do të kryej punën e vetë. Gjobat veç kanë filluar shqiptu, ndërsa nga komuna i bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë sa më shumë kujdes që mos ta ndotin me ambientin.